Sot jemi këtu me një mendim optimist, pasi që vendi ynë tashmë ka themelu institucionet e reja, që nuk kupton të pastrit institucionit e vendit fuqi plot, është lajmi më i mirë që na është dashur në këtë moment për të ecur përpara. Ne si forum presim dhe i mirëpresim përkrajën e qeverisë në zhvillimin e politikave ekonomike që ndihmojnë drejt për drejt biznesin. Dhe jemi këtu për të konfirmuar se ne jemi maksimalisht të interesuar që të jemi partner bashkëpunues për të mirën e zhvillimit ekonomik të vendit me gjithë ekspertizën tonë dhe mundësitë që i kemi. Duhet theksu se fuqizimi i ekonomisë kosovare dhe stabiliteti ynë politiko-juridik janë çelësi për zgjerimin e investimeve të brendshme dhe për tërheqjen e investimeve të huaja direkte. Ky është një momentum dhe mundësi jonë më e mirë që mund ta kemi në këtë moment dhe më forta në arenën ndërkombëtare për shfrytzu që të kemi sa më shumë mundësi për zhvillim ekonomik dhe të konsolidimit tutje të shtetit të Kosovës. Megjithatë, jemi dëshmitar i avancimeve në reformat e vendeve të rajonit, të Ballkanit Perëndimor dhe të kërkesave të Bashkimit Evropian, që po ashtu janë edhe një lëvizje dhe trend i ri në tregun botror. Dhe jemi të vetëdijshëm se për të qenë pjesë e këtij trendi është e pamundur të arrijmë suksesin pa përkrajën e duhur të qeverisë dhe diplomacisë ekonomike, por edhe pa bashkërendimin e hapave dhe bashkëpunimin me të gjithë miqtë tanë ndërkombëtar të shteteve mike, të cilët janë pjesë e historisë së suksesit të shtetit tonë të Kosovës. Kur në dhjetor e kemi diskutuar krijimin e këtij forumi, qëllimi ka qenë që ta ndihmojmë sektorin privat që zëri i tyre të jetë sa më i ndëgjuar, të jetë sa më pranë institucioneve dhe në këtë mënyrë të kontribuojmë në zhvillimin e gjithëmbashëm ekonomik të vendit, në zhvillimin e sektorit privat, në zhvillimin e fuqisë punëtore të Kosovës, në zvoglimin e presioneve të ndryshme ekonomike të cilat munden me pas qytetarët të Kosovës dhe t'i mbajmë ata në Kosovë si një fuqi e kualifikuar e cila ka me kontribu bashkërisht në zhvillimin e vendit. Jemi të lumtur që do të fillojmë këtë takim dhe këtë seri të takimeve edhe në të ardhmen, ku do t'i adresojmë këto sfida, do të dalim me rekomandime të përbashkëta, të gjitha në qëllim të krijimit të një klime sa më të mirë të bërit biznes në Kosovë, tërheqjes të investitorëve të huaj në Kosovë dhe në këtë mënyrë të zhvillimit të gjithëmbashëm ekonomik dhe social të vendit tonë. Qëndrimi jonë është shumë i prerë, neve kemi nevojë të bashkëpunojmë edhe me sektorin privat, po edhe me institucionet e Republikës sonë vendit tonë dashur. Me institucionet shtetërore kemi nevojë të bëjmë politikë për njëri tjetrin dhe jo me njëri tjetrin. Ky është qëndrimi jonë i përbashkët, kjo është maksima që do të na udhëheqë dhe në frymën e këtij forumi, në pjesë e këtij forumi si këshill do të mundohemi që të veprojmë në këtë frymë. Pra, me institucionet shtetërore të mënherë, do të bëjmë politikë për njëri tjetrin dhe jo me njëri tjetrin. Koda Slovene e bizneseve është pjesë e kësaj iniciative dhe mbështet këtë iniciativë duke pas parasysh që ekonomia e Kosovës, bizneset e Kosovës ka nevojë të përkrahen, të zhvillohen dhe të mbështeten nga të gjithë ne, nga qytetarët, nga politika dhe të ndërtohet një shpirt i ndërmarrësit dhe të mbështetet që të fuqizohet dhe të jetë më i suksesshëm në hapat e reja që mendon për me ndikue, për mu zhvillue si biznes, po njëkohësisht me zhvillue ekonominë e vendit tonë. Ne e dim që ekonomia dhe tyrat e vendit tonë varen shumë nga zhvillimi i biznesit, nga zhvillimi ekonomik, andaj ne do të jemi këtu të sillim edhe përvojat tona slovene në Kosovë dhe të përdorëm këtu për një zhvillim të suksesshëm ekonomik. Besoj që do të jemi pjesë e përkrahjes gjithmonë dhe besoj që gjithë ata që kanë mundësi, që kanë dëshirë të kyqen në këtë proces dhe të ndihmojnë në zhvillimin e kësaj iniciative. Edhe ne si Odë e Hotelerisë e Turizmit të Kosovës e kemi përkrahur iniciativën dhe jemi pjesë e këtij forumi, do lejemi me kënaqësi të them ashtu,
për arsye se kjo na mundson që edhe ato kërkesa të artikulohen më mirë edhe të prezantohen më mirë tek institucionet si ato qendrore po ashtu ato lokale. E mira e kësaj, me formimin e kësaj qeverie në këtë rast, është për biznesin ku unë e prezentoj, të thotë është se kemi formimin e Ministrisë Kulturës dhe Turizmit. Kështu që na jep mundësi që kërkesat tona të shtjellohen më mirë, të thotë edhe ndoshta edhe të arrijmë ato çka ne dëshirojmë. Kemi, do thotë, ne këtë çka shihni për turizëm dhe në përgjithësi këtë zhvillim të turizmit në Kosovë është falë sektorit privat. Prandaj sektori privat është ajo baza e cila duhet më lidhë, më koordinu me politika shtetërore për mujtë që bëret biznes të jetë më lehtë që destinacionet turistike edhe vetësi edhe Kosova si destinacion turistik jetë më i kërkueshëm për numrin më të madh të turistëve të ndërme. Është një lajm i mirë që çdo vit kemi rritje të numrit të turistëve edhe përkundër kësaj këtyre problemeve që i kemi, megjithatë kemi numrin të rritë, sillet prej 13 deri në 25% çdo vit kemi rritje të numrit të turistëve.